Në një pjesë të kodrës së Qabratit, e njohur si një nga pamjet më të bukura të qytetit, disa persona kanë hedhur mbeturina duke ndëmtuar natyrën dhe njëkohësisht pronën private. Pronari i kësaj prone, mentor Ferizi, tregon më shumë rreth këtij problemi. Zakonisht me të njëjtat probleme, me hudhjen e këtyre mbeturinave inerteve nga personat pa ndërgjegjshëm, të cilët me traktora zakonisht, me fugona të vogël pa ndërprej, ku pas kohë vinë dhe i hudhen mbeturinat. Në mënyrë pas shkrupullt, me thonë drejtën, nuk është në rregull kjo formë. Ferizi tha se disa herë ka kontaktuar edhe me organet përgjegjëse, të cilat kanë dalur disa herë në vendin e ngjarjes dhe kanë gjobitur personat për të cilat kanë bërë hedhjen e atyre mbeturinave. Inspektorati duhet me ndërhy, sepse ata qarkullojnë edhe të paregjistrojnë 2-3 raste të cilat unë personalisht i kom paraqit një inspektoriat edhe në organet e policisë. Ato mu nuk hynë përsërit, po ka persona pa ndërprejt, cilët ato mbeturinat që i kryjnë, i marrin në për shtëpijat ndryshme, i hudhin këtu. Kamera oshta cilën e kom vendosur në bashkë për këtë qëllim, edhe cila është në funksion, ku pas kohë, drejtën me thonë, ato pjesë cilat i gjëran, une i dërgoj të inspektorati edhe të policia. Po, nëse ata kanë ndërhy, une nuk jam ngjarë, për ndryshe, jenë njoftuar baza të rregullt. Nga aty u apelua për kujdes ndaj natyrës, si dhe më shumë përkushtim nga institucionet në ngritje të vetdijes për ruajtjen e mjedisit.